Njëherë Umar radiallahu anhu, pra duke dal, gjen një beduin arab. Beduini është ai i cili nuk qëndron në një vend, por e ndacak, lëviz nga një vend, nga një shkretir, nga një pjesë e saj e shkretirës në një vend tjetër, duke kërkuar për ujin apo kullotat e bagtive të tij. Dhe ky beduin kishte vendosur një çadër arabe, dhe dëgjon Umari britmat e një gruaje në çadër. I thot, çfarë është kjo? Është gruaja ime, e cila është gati për të lindur, por nuk kam person që ta ndihmoj, nuk di si t'ia bëj. Umari shkon dhe merr gruan e tij, Kulthumin, vajzën e Aliut radhiyallahu anhu, e cila e ndihmon, dhe kur lind fëmia i thot, përgëzoje o prisi besimtarve, pra nga çadra brenda, ai nuk e shikonte. I thot, përgëzoje o prisi besimtarve shokun tënd se i ka lind djalë. Dhe i kthehet ky, thot, ti e prisi besimtarve Umari, Umar ibn Khattabi radhiyallahu an, po i thot, unë jam Omeri, dhe se Allah do të pyesi mua për ty dhe fëmijën tënd i cili lindi sot. Pra kjo është ndjenja e këtyre njerëzve të ndritur, këtyre njerëzve të mëdhenj, të sahabeve të profetit sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قرار واسم ودار